Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbëltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre, amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht do përkujtoja veten time, pastaj, insha Allahu Teala, do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëj me temën vrasja. Vëllezër të dashur, nga mëkatet më të mëdhaja të Allahu Gjelle Shanuhu dhe krimi më i madh në këtë botë dhe botën tjetër, krimi më i madh në këtë botë dhe botën tjetër, pas shirkut, pra besimit në shumë zotra, ose kufrit, mos besimit, është mëkati i vrasjes. Është krimi i vrasjes. Duke u nisur nga ky fakt, pastaj gjendjes rënduar në shoqëritë muslimane anë botës, sa i përket vrasjeve. Është një gjendje jashtëzakonisht e rënduar. Po ashtu duke patur parasysh edhe gjendjen tepër të rënduar, sa i përket vrasjeve, fatkeqësisht, edhe në shoqërinë tonë muslimane shqiptare, në të gjitha trevat tonë shqiptar, duke dëgjuar gati se çdo ditë kronik të zezë ku ndodhin vrasje ndërvëllazërore. Madje ndodhin vrasje të njëjti gjak apo fis, që e rëndon edhe më tepër këtë situatë. Madje dëgjojmë diçka që ta tërqeth trupin, edhe vrasjen e birit nënën e vet. Edhe kjo ndodhi. Madje edhe më rënd, kur dëgjon që buri organizon vrasjen e gruas së tij, pra nënës së fëmijëve të tij. Vërtet, këto vrasje makabre, vërtet kërkon prej të gjitha qarqeve të shoqërisë sonë, duke filluar nga ai individual. Pra nga të gjitha qarqet, kërkohet që ne bashkarisht të punojmë për parandalimin e këtij mëkati më të madh, pas mosbesimit të Allahu i lartësuar, dhe të një vepre, të një krimi më të rëndë në këtë botë dhe botën tjetër. Ne duhet edhe si individ, pastaj si familje, pastaj nuk amnestohen as qarqet shoqërore, politike, intelektuale, fetare, që të gjithë së bashku të punojmë, të sensibilizohemi që në maksimum të parandalojmë krimin e vrasjes. Që ne të nxitemi
si individ, familje dhe shoqëri për parandalimin e akteve të tilla, unë inshallah Ta'ala do të mundohem ta shpjegoj vrasjen në prizmin fetar, sepse mendoj që feja është ajo e cila vërtet luan rolin kyç dhe luan rolin kryesor të njeriut për parandalimin e krimit të vrasjes. O vëllezër të dashur, dëgjoni se ç'thot Allahu i lartësuar në Kur'anin famëlart në lidhje me vrasjen. Thot kështu: Ennehu men qatala nafsan bighayri nafs au fasadin fil ard, ai cili vret një njeri pra pa faj, që nuk ka vrar, dhe bën përçarje në tokë nëpërmes vrasjes, a e dini se çfarë përgjegjësie do të ketë i tilli në botën tjetër? I lutem të dëgjojmë. Feka'annama qatala an-nasa jami'a. Do të ketë përgjegjësi te Allahu i lartësuar, sikur se ka vrar mbar njerëzimin. Subhanallah. Subhanallah. Do me thonë, një njeri, një ka vrar, nuk do të merret në përgjegjësi për një të vrar, por do të gjikohet para Allahut sikur se ka vrar mbar njerëzimi, 7 miliard njerëz. Dhe shifni sa bukur Allahu thot: ennehu men qatala nafsan, pra një njeri, dhe nuk ka bërë dallim besimtar musliman ose i feve tjera. Thjesht të vrasish njeri, është sikur se ke vrar mbar njerëzimin. Duke na tërhequr vërejtjen, Allahu i lartësuar për këtë krim të madh, mëkatin më të madh, që besimtarit musliman as që nuk duhet t'i shkoj në mendje diçka e tillë. A lënë më të realizoj diçka të tillë? Allahu na thot kështu: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Dhe ata, shifni qëtash, dhe ata të cilët nuk lusin zot tjetër përveç Allahut. Pra, i besojnë vetëm Allahut një, ibadetet, adhurimet, pra lutjet, ja drejtojnë vetëm Allahut të lartësuar. Ja drejtojnë vetëm Allahut të lartësuar. Tjetër: وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Pra pasi që nuk adhurojnë zot tjetër përveç Allahut, dhe nuk mbysin njeri me pa të drejt në tokë, pra nuk vrasin, nuk mbysin njeri, وَلَا يَزْنُونَ, dhe as nuk bëjnë kurvallëk, pra e beson, i lutet, e adhuron veç Allahun. Me njëherë pas adhurimit Allahut, çfarë ka pru Zoti? Dhe nuk vrasin. Shif, nuk mbysin. Shumë e rëndësishme. E pastaj, pas kësaj kush vin? La yaznun, as nuk bëjnë kurvallëk, çfarë thot? Wa man yaf'al dhalika yalqa athama. E ai i cili vepron diçka të tillë, le ta di se është duke i bërë mëkat të madh Allahut. Duke i bërë mëkat të madh Allahut.
Yudaafu lahu al-adhabu yawm al-qiyama. Ndërsa në botën tjetër Allahu yudaaf lahu, do t'ja shumë fishoj dënimin për këto vepra, për këto mëkate të mëdhaja. Qoftë mëkatin e mosbesimit, qoftë mëkatin e vrasjes, qoftë mëkatin e zinas, pra kurvallëkut. Wa yakhlud fihi muhana, subhanallah. Dhe do t'jetë i përhershëm në poshtrim të vazhdueshëm në zjarrin e xhehenemit në botën tjetër. Çfarë kuptojmë për kësaj? Këtu hynë të tre kategoritë e njerëzve që i veprojnë këto gabime. Ai që nuk e beson Allahun, pra beson Zot tjetër ose beson hiç në Zot, ai ajetet tjera na thuan se vërtet do të jetë gjithmonë në xhehenem në dënim dhe poshtrim. Po neve ajetet tjera na tregojnë se kurvari një ditë do të dale prej zjarri. Po edhe ai që ka mbyt një ditë do të del. E pse Allahu i ka shty këto dy kategori njerëzish me mëkatarin më të madh që nuk falet të që është mosbesimi? Pse i ka shty këto me një grup? Jo që ata do të jenë të përhershëm, po duke dëshiruar që mu dhe ty të na bëj me dije, që të hapim syt, kur të na shkoj mendja mos dhash Zoti kurin e kurës për vrasjen e dikujt, apo për rospillëk kurvëri, kur të na shkoj mendja, ta kujtojmë se vepra e tillë na fut në një grup të njëjtë me mos besimtarin. Vërtet, kur i dëgjojmë këto ajete kuranore, vërtet duhet të na trishtoj shpirti dhe trupi kur të e çoj mendjen ndoshta ndonjëherë shejtani për vrasjen sidomos. Allahu xhalleshanuhu në një ajet tjetër kuranor na drejtohet dhe na thot kështu: "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fejezauhu jahannam." Pra ajet tjetër në të njëjtin kuptim, o vëllezër. Ajet tjetër me të njëjtin kuptim. Çfarë thotë edhe një herë? Wa man yaqtul mu'minan muta'ammid. Kush vret një besimtar me qëllim, çfarë pason? Fejezauhu jahannam khalidan fiha. Dënimi i tij do të jetë zjarri i përhershëm në të, subhanallah. Subhanallah, o vëllezër. O vëllau im i dashur, ati që i shkon mendja të vret dikënd. Shifni si që thotë Allahu. Do tjetë i përhershëm në zjarë. Ne e sqaruam se do del her kur do. Po vërtet do tjetë në grup me jo besimtare. Do tjetë nga ata të cilët të fundit do të dalin. Nga ata më të përvuajturit. Pra na qenë ka mëkati më i madh dhe krimi më i madh në dunja dhe në ahiret. Tjetër, wa ghadiba Allahu alej. Po ashtu i tilli, nëse besimtari vret një njeri, një besimtar, do ta ketë edhe hidhrimin e Allahut të lartësuar, subhanallah. O vëllezër, hidhrimin e Allahut. Xhehenemin, hidhrimin e Allahut, wa la'anahu, tjetër mallkimin e Allahut. O vëllezër, nuk ndalet Allahu duke na tërhequr vërejtje dhe duke na kërcënuar për atë
i cili merr guximin që të vret dikënd. Kush është larguar nga mëshira e Allahut? Është larguar shejtani. Dhe ne gjithë funksionojmë me mëshirën e Allahut. Ham, pim, kemi fëmijë, familje, pare, krejt me mëshirën e Allahut. Allahut të tillët do t'i largoj nga mëshira e tij. Wa adda lahu adhaban azima, vërtet për të ka përgatitur dënim të madh. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o vëllezër të dashur, duke na tërhequr vërejtjen mua dhe ty, që ne nuk duhet lejuar as mendja t'i shkoj besimtarit që të bëj krimin e vrasjes. Muslimani nuk ka të bëne me këtë krim hiç. Muslimanit as nuk i takon të mendoj diçka të tillë. Duke na tërhequr vërejtjen për diçka të tillë, pejgamberi alayhis salam na ka treguar se 7 janë nga mëkatet shkatruese. 7 janë nga mëkatet shkatruese, që na shkatrojnë dunjën dhe ahiretin. Një prej atyre kush është? Vrasja me qëllim. Thot pejgamberi alayhis salam, Suila anil kebair, u pyet për të mëdhajat, mëkatet e mëdhaja, ose seb'a mubiqat, që ndryshe. 7 mëkate shkatruese. Çfarë tha? Eshirku billah, tha është mos besimi ose besimi në shumë zotra. Wa qatlun nafs allati harramaha Allah illa bil haq. Me çfarë tha ndër ato? Vrasja e njeriut me të padrejt. Pra një prej 7 mëkateve shkatruese. Vëllezër të dashur, pejgamberi sa më ka përmendur që besimtarët do t'jenë në mirësi. Besimtarët do t'jenë në begati, derisa ata nuk derdhin gjakun e njëri tjetrit. Pastaj ne ankohemi për krizat të ndryshme si shoqëri muslimane në përgjithësi dhe në veçanti si shoqëri muslimane shqiptare. Ankesa sa të duam, mirë po jemi bë gaz i botës sa i përket këtij krimi, këtij mëkati që është vrasja fatkeqësisht. Kati se na janë mësuar syt dhe veshët me këtë mëkat. Madje edhe vëllaun, nipi axhën, o Zot, ja Allah, djali nënën, madje organizon buri vrasjen e gruas së tij. Le ta dim se pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka thënë që do t'jeni mirë, do t'jetoni në begati, në mirësi, deri kur ju nuk derdhni gjakun e njëri tjetrit. Për në moment, si shoqëri atëherë kur ne do të derdhim gjakun e njëri tjetrit, nën kuptohet nga hadithet e pejgamberit alayhis salam se vërtet do të na shoqërojnë kohra të vështira dhe kriza të ndryshme. Që ta kuptojmë, o vëllezër, kështu një herë e përherë, që ta shpjegojmë më tutje, që t'i mësojmë të rit dhe të rejat, një herë e përherë, që muslimanit as nuk duhet të i shkoj mindja për krimin e vrasjes, ta kujtojmë këtë fakt sheriatik.
këtë fakt fetar të fesë son të ndritur e shumë të dashur. Çfarë thot pejgamberi alayhis salam? Ju lutem ta dëgjojmë me vëmendje. Men qatala mu'ahidan lam yarah raihatul janna. Besoj se kjo vërtet do të na bëj me dije atë universalitetin, atë vlerësimin e Islamit për mbar njerëzimin dhe tërheqjen vërejtje për krimin e vrasjes ndaj kujdo qoftë nga shoqëria njerëzore. Vetëm kujtonja këtë hadith pejgamberit sa. Ju lutem, thot pejgamberi sa. Men qatala mu'ahidan lam yarah raihatul janna. Subhanallah. Kush mbyt një muahid, kush e mbyt e vret një muahid, nuk do ta nuhas erën e xhenetit. Nuk do ta nuhas aromën e xhenetit. Wa inna rihaha tujedu min mesirati 40 amen. Subhanallah. Edhe për kundër faktit që aroma e xhenetit nuhatet nga largësia e ecjes 40 vjet. E ai cili e vret një muahid nuk do ta nuhas këtë aromë të mirë. Kush është muahid? E dini kush është? Është ai jo musliman i cili është në shoqërinë muslimane, shifni se sa respekton dhe kush është Islami. Vonë jon tjerët me këto konventa ndërkombëtare të drejtave dhe lirive, që sot të seleksionuara, që nuk vlejnë për mbar njerëzimin, me gojnë plotë themi dhe kokën lartë, po, me dëshmi madje dhe të vetë institucioneve që vetë i themeluan dhe sot shkelin mbi dy këmbë mbi to. Islami se ka bërë diçka të tillë. Dhe nuk do ta bëj, se ne nuk jemi ummet i emocioneve. Ne jemi ummet i drejtësisë, pastaj i respektimit të gjitha të drejtave dhe lirive individuale të mbar njerëzimit. Ju lutem, bëheni krenar, se kjo është Islami që na bën krenar. Kush vret një muahid, një jo musliman, që e ka garantuar shteti musliman. Vu lutem, shif madhështinë e Islamit. Shteti ka bërë kontrat dhe ja ka dhënë lirin dhe mbrojtjen shteti. Ho vëllezër, jo vetëm shteti. XY nga shoqëria muslimane, Aziri, e çlirum një vend, shembull të krishter, edhe une, ai tjetër, çdo njëri prej neve, e takon një krishter dhe i thot, ju lutem, i thot, ti je në mbrojtjen time. Une personalisht, jo shteti, unë personalisht, i thom, që ki njeri është në mbrojtjen time dhe unë e marr, si musliman, thjesht. Jemi të njëjtë, ndash shteti e mori, ndash une, nuk guxon as kush t'ja prek as kimen e flokëve të tij. Nëse e vret, vlen e njëjta nuk do ta nuhas aromën e xhenetit. O vëllai i dashur, nëse vret një muahid, njeri që jeton i garantuar shtetin musliman, dhe nuk do të nuhasësh
erën e xhenetit. Vallë, bëj pyetje vetes tënde ti vetë, se sa mund t'jetë mëkati nëse e vret një besimtar. Pastaj një të familjes tënde, që është gjaku jot, që keni dalë, nëse e shtin pak më larg nga i njëjti bark, nga e njëjta mitër. O vllau im i dashur, nëse një grua në Medine hyri në xhehenem pse e mbylli një mace, o të shtrenjtit e mi, e mbylli një mace dhe nuk i lejoj macës të hajë dhe të pi, nuk i lejoj të hajë dhe të pi, derisa macja ngordhi, dhe e pa në ëndër pejgamberi alayhis salam, këtë grua ja tregoi Allahu që të na tregoj neve që të hapim syt kur është në pyetje vrasja, e ja tregoi në ëndër dhe e pa pejgamberi selam se ajo mace, subhanallah, ajo mace në botën tjetër ja gridh dhe gërvisht në zjarin e xhehenemit fytyrën dhe gjoksin e asaj gruaje. A mund ta paramendoni? Një mace e mbylli, nuk i dha të hajë dhe të pi derisa ngordhi macja? Apo? Mace. Dhe pa në ëndër dhe na tregoi që ajo mace e gridh fytyrën dhe gjoksin e asaj gruaje në xhenem. Vallë. A mund ta paramendoni se çfarë mëkati, çfarë krimi, çfarë dënimi, çfarë mallkimi ka ai cili e mbyll një njeri dhe i shkakton vdekjen atij njeriut. O vëllezër të dashur, vrasja është nga mëkatet që vrasësi nuk do të shpëtoj asnjëherë. Vrasësi nuk do të shpëtoj asnjëherë. Që ta kuptojmë diçka të tillë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke na sqaruar të këqijat e kësaj vepre makabre, që nuk është e lejuar në asnjë mënyrë, në asnjë formë, askush nga njerëzit, pa marrë parasysh sebepet që të çojnë deri aty, nuk vlen hiç. Që ta kuptojmë se s'ka asnjë hapësirë më të imët dhe më të vogël që mund të të shkoj mendja se paske arsye për diçka të tillë. Kujtonja faktin që pejgamberi sallam ka thënë el qatil wal maqtul fi an-nar. Edhe vrasja edhe i vrari në zjarr, pyetën po mirë vrasja pse i vrari? Po edhe ai ka dash ta vrasat, edhe ai ka shkaktu. Pra asnjëri nuk e ka amnestu nga zjarri. Pra që të na tregoj se kush është dhe çka është vrasja. Që vërtet të sensibilizohemi, të edukohemi, të parandalojmë, të i mësojmë të rit dhe të rejat, që mos të shkojnë në mendje diçka e tillë. Kujtonja vetëm këtë hadith pejgamberit ku thotë: "Yaji'u al-maqtulu bil qatil yawm al-qiyamah nasiyatuhu wa ra'suhu fi yadihi." Do të vi ditën e gjykimit i vrari edhe do ta ketë kapur për balluke këtu flokët, balluke, vrasësin dhe do ta tërheq zvar. Kjo do jetë situata.
ati që vret. I vrarë dhe merë të tërheq zvarë ditën e gjykimit. Wa audagjuhu tashkhabu daman. Edhe i gjithë fytyrë këto i gjakosur vrasësi. Jekulja rob kateleni, dhe do t'i lejohet diçka e tillë, do të del para krejt njerëzve, do t'i jepet përse do të, ja Allah, ky është vrasësi. Ky është vrasësi. Hatta yudnihi min al-arsh, derisa të afrohet te Allahu i lartësuar. Lusë Allahun i lartësuar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta. Na bëj neve ja Rabb, bëri fëmijët tonë ja Allah, bëri mbar besimtarët musliman nga ata të cilët vërtet heqin dorë nga ky krim makabër, krimi më i madh në dynja dhe ahiret dhe mëkati më i madh te Allahu pas mosbesimit dhe besimit në shumë zotra. Allahu na ruajt të gjithëve, Allahu na falt e ata që kanë gabuar, Allahu ja mundsoft të pendohen, se tëubja i fshin ata që ishin para tyre, ata që kanë dhe janë të ndezur për diçka të tillë. Lusë Allahun që t'i ftohë zemrat e tyre dhe të jenë vigjilent dhe të jenë të sjellshëm konform mësimeve të Allahut. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.